duke qenë që këto janë seancat e fundit dhe sigurisht ne që do jemi më këtu në parlament edhe mund ta ngjonin në këshill, këto që do jenë mandatin tjetër. Do i lutesha shumë edhe për ekonomi, kohët parlamentit ose për funksionim normal të parlamentit, do duhet që përgatisni një projekt ligj, por që besoj që ja vlen që të keni një projekt ligj për pensionistët, parlamentarët pensionista, që mos e humbni kohën, sepse kanë nevojë të shkretet me të rrinë edhe me nipërt, me mbesat edhe me njerëz të tjerë, dhe jo të jenë këtu në parlament edhe konsumojnë energji më shumë që nuk i takon. Sepse me të vërtet një koleg tani përpara që foli për gurin e varrit që janë atje në Gjirokastër. Po, problemi më shumë është si gur varri po na ngelin shumë njerëz caktuar dhe po krijojnë probleme mjaft mëdha në politikë.